Në këtë edicion do të ndiqni Rruga në lagjën Alibra e shndruar në deponi mbeturinash. Rruga 14 qershori në errësirë të plotë. Kisha Katolike nesër organizon ceremoni lamtumirëse për mështarin franciskan Pater Ilia. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Një zonë në rrugën Alibra në lagjën Kolonia ishte planifikuar për një destinim krejtësisht tjetër, por paraditën e sotme ajo duket si një deponi mbeturinash. Në gjendjen që aktualisht ndodhet kjo zonë, për banorët po konsiderohet si shumë shqetësuese, pasi kanë bërë kërkesë për pastrim, por ende nuk është pastruar. Dy lopë po kullosin, por jo në vendin e duhur. Rruga në lagjën Alibra është rikthyer në deponitë e mbeturinave, duke shkaktuar telashe për banorët. E njëri nga ta tregoi më shumë rreth kësaj situate. Shumë vonë, një herë ka qenë e pastruar, pastaj nuk e kanë pastruar për shkak se nuk din kanë i majtë vendet. Kom bo kërkesa në komune, kom bo kërkesa në të nëllën, ju kanë dhënë 2 javë ditë afat mu pastru kjo, ne. Malle kam me dalë fëmija në shkollë, gjerë në 2.000 për ditë, marketin e kemi në tonës, s'moj me dalë market, kundrazi, ju më kalë me marë fëmijët me dalë në rrugë me flajtë para shkollës, si jam gjende me ndajtë në qmi. Sipas këtij banori, kjo zonë ishte e parapartë të bëhet rrugë, për një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. E parapame ka pas më bo rrugë sikur që është ajo. Domethënë ka met pa shtru, e kanë lënë kështu, nuk po di ku më shku më tepër. Me kërkesë për pastrimin e mbeturinave në këtë lagje, komunës së Gjakovës i është drejtuar edhe organizata jo qeveritare Concordia, e cila prapa kamerave i tha të vësyrit që janë ende në pritje për intervenim nga organet komunale. Mungesa ndriçimit publik në rrugën 14 qershori po vlerësohet si problematik në vetë nga banorët. Prapa kamerës ata janë shprehur se ky problem është prej kohësh dhe qarkullimi në orët e vona është shumë i vështirë. Kjo pasi rruga ndriçohet vetëm nga shtëpitë përreth zonës. Në qoftë se do të kaloni gjatë natës në fund të rrugës 14 qershori për skalumit Krena, do t'ju duhet patjetër të keni një dritë me vete. Përndryshe, orientimi është i vështirë, ose nëse jeni me fat, mund të dalloni pak nga dritat e ndezura të shtëpive përreth. Errësira pothuajse totale e bën këtë zonë të vështirë dhe të pasigurt për kalim gjatë natës, duke u shmangur nga qytetarët sa është e mundur. Situata rëndohet edhe më shumë për shkak se përgjatë lumit Krena mungojnë mbrojtësit, duke rritur rrezikun për kalimtarët. Por vështirësia më e madhe mbetet për banorët që jetojnë këtu, të cilët çdo ditë përballen me vështirësitë që sjell mungesa ndriçimi gjatë orëve të natës. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse, duke theksuar se mungesa e ndriçimit po kthen këtë zonë në një nga pikat më problematike dhe të rrezikshme për lëvizje gjatë natës. Komuniteti katolik në Gjakov ka humbur një nga figurat më të dashura shpirtërore. Mishtari franciskan Pater Ilia i provincës franciskane në Bosnjë ka ndërruar jetë dielën me 14 qershor. E në ndërrim të veprës së tij, nesër Kisha Katolike ka organizuar ceremoni lamturmirëse për mishtarin franciskan. Komuniteti katolik në Gjakov ka humbur një nga figurat më të dashura shpirtërore. Meshtari franciskan Pater Ilia i provincës franciskane të Bosnjës, i cili ka ndërruar jetë të dielën me 14 qershor 2026. Për jetën dhe veprën e tij, si dhe kontributin që dha për Kishën Katolike dhe popullin e Kosovës, ka folur gardiani i Kishës Katolike në Gjakov, Pater Aleksandr Tanushi. Krejt jetën e vet ja ka kushtu këtij vendi, Kishës dhe popullit shqiptar. Pater Ilia është i lindur në Bosnjë, në Plehan, që nga vitin 1982, është ardhur në Gjakov në shërbim në Kishën e Shnanot. Veprimtaria e tij këto përveç asaj që ishte fetare,
ishte gjithmonë edhe lidhur me atë kulturore, ka qenë një aktivist i dallum në aktivitetet e shumta, edhe para lufte, por edhe pas lufte. Ishte edhe familjar i Gjakovës, guardian i konventit franceskan këtu në Gjakov, ka punu shumë me rini, në mënyrë veçantë me nxënësit që kishte dëshirë që t'i aftëson si në muzikë apo edhe në aftësitë e tjera, pra gjithë aktiviteti i tina ka qenë i përkushtuar, mund të them, shërbimit për kishën, po dhe për popullin. Me komsi ishte kroat, por me shpirt ishte edhe shqiptar. Pater Aleksandr Tanushi tregoi edhe për ceremoninë e lamtëmirës dhe për sjelljen e tij për në banesën e fundit. Sonte trupin e Patër Ilias do ta sjellim në kishën e Shnanot në orën 17, ku besimtarët kanë mundësi më ardhë edhe mu lutë për shpirtin e tina, po dhe të gjithë të tjeret ku shka dëshirë, ndërsa nesër këtu në oborrin e kishës e Shnanot, në ora 11 do t'jetë mesha e dritës për shpirtin e tina, ndërsa pas meshës do të bëhet përcjellja për në vendlinjën e tina në Bosnjë, pra në konventin franceskan në Plehan. Sipas Pater Aleksandrit, Pater Ilia kishte një dashuri të veçantë për Kosovën dhe popullin shqiptar. Diçka që është shumë veçantë në kohën e luftës së fundit në Kosovë, kur Pater Ambrozi kërkon prej tij që të kthehet në vendlindje, sepse nuk dijej si do të jetë jeta më tutje këtu, sepse kisha dhe konventi franceskan u muren prej forcave serbe, edhe Pater Ambrozi kërkon prej tij që me gjetë mënyrën që ai mu kthy në vendlindje, qoftë në Bosnjë apo në Kroaci. Pater Ilia thotë, nëse Zoti don me vdek, unë kam me vdek këtu me këtë popull. Nuk e la popullin shqiptar, popullin tem, qoftë edhe jetën me dhanë. Por edhe është momenti tjetër para lufte ku pikërisht forcat serbe kanë maltretu tu para kësaj kishe, natën e Shnanot. Pra me një fjalë ishte një person i mëshnum me popullin tonë. Me ndarjen nga jeta të Pater Ilis, Kisha Katolike në Gjakov humbi një mështar të përkushtuar, ndërsa kujtimi për veprën dhe dashurinë e tij ndaj njerëzve do të mbetet i gjallë për shumë breza. Pas rritjes në nivel rekord, çmimi i arit ka shënuar një rënje të ndjeshme në tregjet ndërkombëtare. E kjo rënje është reflektuar edhe në Gjakov. Tregtari Bleda Rexha thotë se kjo situatë ka ndikuar dukshëm edhe në rritjen e interesimit të qytetarëve për blerjen e stolive dhe investimin në produktin e arit. Pas një periudhe të gjatë rritjeje rekord, çmimi i arit ka shënuar rënje në tregjet ndërkombëtare, duke ngjallur interesim edhe në tregun vendor. Ari tradicionalisht konsiderohet si një nga asetet më të sigurta në kohë krizash globale. Rreth lëvizjeve të fundit të çmimit të arit dhe ndikimit të tyre në tregun vendor, ka folur Bleda Rexha. Arsyeja e rënies arit është rritja e dollarit amerikan. Zakonisht kur rritet dollari, ari bjen. Është edhe ana sjelltash, kur ari rritet dollari, vlera dollarit bjen. Këto janë për faktorëve që ndikon në rënien e arit, po kjo nuk është një rënie shumë e madhe për krahasim me javën e kaluar kur ari shkoi deri në 113 euro. Sot që po flasim është në 120 euro për 24 karat, është fjala. Mes tjerash, Rexha ka treguar se si kjo rënje e çmimit po reflektohet në interesimin e qytetarëve për blerjen e stolive dhe investimin në ar. Zakonisht janë pozitive rënjet e çmimit të arit, sepse ndikon në rritjen e blerjes arit është shumë pozitive, sepse edhe për argjentarë dhe tregtarë që mirën me ari, shtohet shitja e arit, është shumë pozitive kur çmimi bjen dhe ka kërkesa më shumë. Ekspertët vlerësojnë se lëvizjet e ardhshme të çmimit të arit do të varen kryesisht nga zhvillimet ekonomike globale, politikat monetare të bankave qendrore dhe situatat e sigurisë në rajonet e konfliktit.
Rënje ka shënuar edhe çmimi i derivateve. Tregu i naftës në Kosovë po karakterizohet drejt një stabiliteti i cili natyrshëm po diktohet nga lëvizjet e bursës ndërkombëtare. Ndërkohë pas lajmit për marrëveshjen mes SHBA-s dhe Iranit, pritet një rënje më theksuar e çmimit të derivateve përgjithsisht. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka njoftuar në shkrimin e një marrëveshje me Iranin për hapjen e ngushticës së Hormuzit, por pavarësisht kësaj, çmimet e derivateve në Kosovë vazhdojnë të mbesin të larta. Së fundmi, sipas njoftimit të publikuar nga Ministria e Infrastrukturës, Ndërmarrësisë dhe Tradhtisë, çmimet maksimale të lejuara për shitje me pakicë kanë shënuar rënje të lehtë, ku nafta po tregohet me 1.50 euro për litër, benzina me 1.39 euro për litër, ndërsa gazi po qëndron me stabil me 0.67 euro për litër. Ngushtica e Hormuzit është një nga rrugët më të mëdha tregtare për naftë dhe energji, dhe bashkëpunimi mes SHBA-ve dhe Iranit është një vendim që sipas presidentit Trump do të ndikojë drejt për drejt në qarkullimin e lirë të naftës dhe transportit detar në rajon. Paraqitja e dëshmisë së vaksinimit është një nga kriteret për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe, kopsht, klasë parafillore apo edhe në klasën e parë. Prindërit të cilët nuk e kanë të vaksinuar fëmijën sipas kalendarit të vaksinimit, do të kenë probleme ta regjistrojnë. Mirë po nëse kanë humbur atë, edhe mund të sigurojnë sërish në qendrën e vaksinimit në Gjakov. Për regjistrimin në çerdhe, kopsht dhe klasë të parë në Kosovë kërkohet detyrimisht libreza e vaksinimit, e cila dëshmon se fëmia i ka marrë vaksinat e nevojshme sipas kalendarit shtetëror dhe siguron mbrojtje për shëndetin e tij dhe të fëmijëve të tjerë në institucion. Por në rastet kur prindërve u mungon ky dokument ose u ka humbur, kryenfermierja e vaksinimit në QKMF tregon se çfarë ndodh. Na kemi arhiven, nëse ka humb libreza, na i pajsim prapë me librezat të tjera dhe i kemi në sistem, na i japim vërtetimin, vetëm nëse fëmia nuk është i vaksinuar me rregull, atëherë duhet të vazhdojmë me vaksinim. Ato disa vaksina nuk mundem të kompenzojmë, po vazhdojmë aty sipas moshës, vaksinimi sipas moshës e vazhdojmë. Po si qëndron komuna jonë sa i përket pajisjes me librezat të vaksinimit dhe nivelit të vaksinimit, na tregon kryeinfermierja. Gjendja në komunën tonë është e kënaqshme, nuk është që kemi shumë fëmijë të pavaksinuar. Ata do të pajisen për shkollë, domethënë marrin vaksinën difterit, tetanus, pertusis edhe vaksinën e dozën e dytë të morbillit, jazmave dhe rubeollës. Kjo vaksinë është jap gjithmonë në klasën e parë, por tash është parë se të hyjnë fëmijët në klasën e parë. Edhe për çerdhe, na vazhdojmë vaksinimin aty ku janë fëmijët, nëse fëmia është komplet i vaksinuar e pajisim, nëse jo, prindja sjell fëmijën e vaksinojmë dhe e merr vërtetimin për regjistruar çerdhe. Prindërit këshillohen të kontrollojnë me kohë librezën e vaksinimit për të shmangur vonesa gjatë regjistrimit të fëmijëve në çerdhe dhe shkolla. Alergjia ndaj diellit është reagim anormal i lëkurës suaj ndaj dritës së diellit, duke shkaktuar disa simptoma të pacienti. Doktoresha alergologe Leonora Leshi tha se alergjia nga dielli mund të përcaktohet edhe para ekspozimit në rrezet e diellit, duke shtuar se pavarësisht rrethanave mbrojtja nga dielli është thelbësore për të shmangur problemet e lëkurës. Dielli është i domosdoshëm për jetën dhe shëndetin tonë, por për disa persona mund të kthehet në shkaktar të problemeve shëndetësore. Por cilët janë personat më të rrezikuar nga alergjia solare, na tregon mjekja alergologe Leonora Leshi. Alergjitë solare mund të ndodhen tek secili individ, mirë po unë sipas eksperiencës time kam vrejtë se zakonisht më shumë manifestohen tek pacientat të cilët kanë alergji edhe në ambient. Domethënë janë alergjik në polene, pluhura, kanë alergji nga kemikate të ndryshme e tjerë. Tek këta persona kam vrejtë që alergjit dhe nga dielli mund të jenë më të shpeshta. Faktikisht është reakcion momental i lëkurës, sepse lëkura depoziton edhe përmbajtje kimike, shampunat që i përdorin, kremat, parfumat e tjerë, edhe në momentet të caktuara mund të reagoj edhe në rrezet dielli. Ka dhe alergji të mirëfillt në rrezet dielli, mirë po fotodermatit, mirë po ne ato alergji nuk mund t'i përcaktojmë. Alergjia nga dielli mund të përcaktohet edhe para ekspozimit në rrezet e diellit, nëse lëkura jonë është ndjeshme ndaj tyre, shtoi doktoresha Leshi.
Duhet me rreze ultraviolete të caktuara të bëhet matja, do të thënë testimi në cilën shkallë të rrezeve pacientët do të reagojnë, edhe në të njëjtën mënyrë bëhet edhe mënyra e trajtimit apo e desensibilizimit që i themin e tek alergjitë e mirëfillta nga dielli. Për simptomat që shkaktojnë alergjia nga dielli në lëkurë, tregon më tej doktoresha. Skuqje, kruarje, element urtikariale, ato sikur me urrejgj me hithi, ka pas raste të rralla kur kanë pas edhe pengesa në frymarrje. Mirë, po zakonisht alergjia nga dielli është një alergji e cila manifestohet vetëm në një sistem siç është sistemi i lëkurës. Mbrojtja nga dielli është thelbësore për të shmangur problemet e lëkurës. Unë pacientët e mi të cilët kanë pas shqetësime apo janë edhe alergjik në faktorët ambiental dhe tregojnë alergjitë ndaj rrezeve të diellit, gjithmonë i udhëzoj të marrin me vete ilaçet, disa tableta që janë për alergji, tani më të gjithë i dinë, janë tabletat antihistaminike me emërtime të ndryshme, edhe një krem mbrojtëse tek gjithë individ të cilët mund të kenë alergji në diell dhe jo edhe të tjerët, sot rekomandohen kremat me faktor mbrojtës. Sepse e dim se rrezet e diellit sot, jo vetëm të personat alergjik, mirë po rrezet me frekuenca të larta mund të jenë edhe shkaktar të sëmundjeve të ndryshme të lëkurës, sidomos edhe të melanomave të ndryshme apo të kancerëve. Në fund, doktoresha shton se duhet të shmangim daljen në orët kur rrezatimi diellor arrin pikun e tij. Gjithashtu, kremi mbrojtës duhet të aplikohet 30 minuta para ekspozimit në diell dhe të riaplikohet çdo 2 orë. Shkugëza vazhdon të mbetet një nga destinacionet më të frekuentuara, sidomos gjatë vikendeve. Edhe gjatë vikendit të shkuar, qytetarët shfrytzuan hapësirat e Shkugëzës, por pas vete lanë mbeturinat. Kjo papërgjegjësi e cila nuk është e rrallë, po bën që bukuria e Shkugëzës të zbehet nga keqdashësitë e mjedisit. Fundjavën që e lan pas, qytetarët shfrytzuan kohën e lirë në hijen e Shkugëzës, por pas largimit, në hije ata lanë pas vetës mbeturinat e produkteve që i konsumuan gjatë ditës. Pamjet e tilla rikthejnë pjesën më të freskët të Gjakovës në një ambient jo të rehatshëm për qytetarët, ku mbeturinat janë faktor ndotës i këtij gjelbrimi. Shkugëza mbetet një prej zonave më të bukura për pushim në natyrë, por ruajtja e saj kërkon përkushtim të përbashkët nga vizitorët, të cilët vazhdojnë të kontribuojnë në ndotjen e saj. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmi të ndjekim edhe një herë titullat kryesor të këtij edicioni. Rruga në lagjën Alibra e shndruar në deponi mbeturinash. Rruga 14 qershori në errësirë të plotë. Kisha Katolike nesër organizon ceremoni lamtumirëse për mështarin franciskan Pater Ilia. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.